Mirë se erdhët në Reze Dielli. Monopatinat në rrugët tona janë bërë një pjesë e lëvizshme, e pandashme, shohim të rinj, të rritur dhe të fëmijë adoleshent, të cilët, siç e shihni dhe keni parë dhe keni ndjekur përgjatë këtyre ditëve, ka qenë burim aksidentesh. Aksidenti më i fundit ka ndodhur vetëm 2 ditë më parë në rrugët e Shqipërisë, ku 3 adoleshent janë aksidentuar nga përdorimi i monopatinave, janë përplasur nga drejtuesi një automjeti i cili është vënë në pranga. Me ekspertin e sigurisë rrugore, një nga më të mirë dhe më të reptët në fakt të përdorimit të monopatinave në rrugët e Shqipërisë, zoti Fatmir Hasho, por edhe për aksidentet rrugore, për kulturën rrugore që ne kemi, për mungesën e sinjalistikës, për verën e gjatë dhe plot aksidente që ka shoqëruar për Shqipërinë për gjatë gjithë këtyre viteve, do të diskutojmë të gjitha këto me zotin Hasho. Kënaqësi që jeni në Reze Dielli dhe ju falenderoj shumë. Kur kam një temë shumë të rëndësishme që lidhet me sigurinë rrugore, jeni ju ai që mund të besoj publiku dhe mund të dëgjohet nga dikush. Nuk e di ndër këto vite, se kemi patur shumë kontakte televizive së bashku, dhe pyetja e parë që bëra zotit Hasho në fakt kur ka ndryshuar ndonjë gjë që nga momenti i fundit që ne kemi lënë fjalëve bisedën e fundit ndër vite. Ka ndryshuar, por në sensin negativ. Negativ. Pra, kryesisht në sjelljen e drejtuesve të mjeteve. Nëse do të marrim 3 shtyllat e qarkullimit rrugor, që ndodhin dhe aksidentet, dihet kush janë. Janë rrugët, makinat dhe përdoruesit e rrugës. Duke qenë se me mjetet pothuajse është zgjidhur, cilësia e tyre është rritur, një pjesë e madhe janë dhe elektrike tashmë, me rrugët kemi një zhvillim pozitiv, kryesisht me mirëmbajtjen e tyre, pra kemi sot atë që i quhet sinjalistik, alfabetin për të lexuar rrugët, natyrisht që ka vend për përmirësim, po kemi, pra ekziston, dhe e treta më kryesorja që unë them se po shkoj më keq është pikërisht sjellja e drejtuesve të mjeteve. Dhe sjellja e drejtuesve të mjeteve dhe përdoruesve të tjerë të rrugës, të mos ja shkalojmë, këmësorët, biciklistat, motomjetet, këto monopatinat që unë besoj se do flasim diçka. Këto ta nisim te monopatinat sepse është aksidenti më i fundit dhe që është bërë shqetësues tani përdorimi i tyre. Ju përmendët termin një kritikues i fortë, ndërsa unë do të thoshja kam qenë i vetmi në profesionistët që kur këto u shfaqen në rrugë mbas pandemisë, që kam qenë kritikuesi më i madh dhe ende kam mendimin e prerë që sot këto duhet të ndalohen derisa të përgatitet të përgatitin ligje dhe akte në ligjore, të cilat ose do të rregullojnë situatën, ose të mos lejojnë fare. Çfarë kam parasysh me rregullime ligjore? Cilat janë këto mjete? Çfarë kanë një letër nga mbrapa me karakteristika teknike? Që nuk ekzistojnë këto. Deri për këtë moment që flasim jo. Kush duhet i përdori? Kush duhet i përdori? Cila duhet jetë mosha që duhet i përdori? Çfarë rregullash duhet të dinë dhe çfarë duhet të mësojnë këta njerëz për të drejtuar këtë lloj mjeti. Sepse fillimisht po ju them, është një mjet me 2 rrota që në rangut e gjitha mjeteve me 2 rrota ka ekuilibrin më të brisht. Shumë kollaj mund të mbasësh ekuilibrin dhe ti të rrezohesh. Imagjinoni që kjo të ndodhi me një shpejtësi mbi 40-50 km/h, me të cilin këto mjet të lëvizin sot. Mos u habit që kanë filluar vitin e fundit, kanë arritur shpejtësi deri në 80 km/h. Dhe kjo është më shumë se sa një automjet. Pikërisht pra. Këtu fillon problematika e këtyre mjeteve dhe ndërkohë neve pastaj vetë si shqiptar e tejkalojmë në shumë aspekte përdorimin e mjeteve, sepse unë kam parë vetë dhe ju mund i keni në kamerat tuaja 3 veta në një monopatin, babai, nëna dhe fëmia. Është absurd. Një timon 50 cm që nuk është më shumë, 2 goma shumë të vogla dhe të eci me 45-50 km/h. Pastaj që 4 rinj që flasin celular, 4 rinj që hanë ndërkohë duke ngarë, janë mbi trotuar, kudo në çdo cep të rrugës që mund gjejmë. Aq më tepër kur nuk kemi dhe korsit përkatëse për këto, përveç se problematikave të tjera që shikon, ne diskutuam dikur për korsit e bicikletave që u vendosën. Dhe vetë gjërësia e tyre, unë e kam kritikuar atëre sepse dhe në një shkëmbim bicikletash ishte me problem. Imagjino dhe me mjetet të tilla me një shpejtësi. Pra në këtë pikpamje duhet të ketë një veprim të menjëhershëm të shtetit, të organeve përkatëse për ndalimin e tyre. Askush nuk është marrë. Që kur janë futur këto monopatina? Sa vite kanë? Direkt mbas pandemisë.
Sepse këto erdhën si mjete në ndihmë të atij transportit të shpejt, për arsye sepse nuk lëvizesh, nuk bëhe. Po ndërkohë, për ta përcaktuar sakt, unë kam lexuar për këtë punë dhe ky si mjete, di pse është prodhuar. Ky është prodhuar për të rritur shpejtësinë e lëvizjes në ambiente të mbyllura, kryesisht tregtare, me sipërfaqe gjigande, pra për të realizuar kalimin nga njëri pjesë në tjetrën, në një sipërfaqe të konsiderueshme, në aeroporte e tjera që janë sipërfaqe të mbyllura, ku dhe mënyra dhe lëvizshmërisë janë të përcaktuara rigorozisht. Që kanë imituar ato transportet e mallrave, për shembull me një lloj jo për në rrugë, jo përmes automjeteve, këmbësorëve, motomjeteve të tjera, domethënë është një amulli. Pra dhe kjo na duhej ne, qershia mbitor, në gjithë këtë problematikë që kemi pasur me aksident rrugore. Sinjalistikëve. Tani rasti fundit i aksidentit, i 3 adoleshentëve, ke ndjekur nga afër? Shiko, unë ndoqa aq sa dhat ju për media, është shumë i rënd, duhet par analiza që do të bëhet në prokurori, sepse aty ka qenë një vend që ka kamerat pafund. Pra vetëm nëpërmjet kamera mund të përcaktohet dinamika shumë të qartë dhe mekanizmi ngjarjes dhe mbi të pastaj edhe fajësia. Po ne nuk diskutojmë sot kush e ka fajin. Absolutisht, ato janë 3 adoleshentë që përdorin monopatin. Mosha e tyre mua më tronditi dhe këtu un kam qëndruar shumë. Cilët janë këta prindër që ju japin fëmijëve mjete të tilla për të lëvizur? Nuk e di, nuk e kuptoj dot. Se jemi prindër veti, kemi pasur, kemi qenë shumë të rrept. Bile, unë nuk jam dakord me ata prindër që fëmijëve, dhe mburen bile, ju japin fëmijëve 12, 13, 15 vjeç makinat. Thonë e kam mësuar. Dhe mburet babai, thot, djali im e di makinën, çdo më thënë. Kjo do të thot ka një mosh, duhet të vejnë autoshkollë ta mësoj. Një pjekuri të caktuar. Bile. Për të qenë i përgjegjshëm në... Shiko, përgjegjshmëria është e përcaktuar edhe nga pikpamja psikologjike. Ai thot, në këtë mosh ti je i aftë për të bërë këtë punë. 16 vjeç të marrësh ciklomotor, i cili ka një fuqi të kufizuar, ka një përmasa të tilla që nuk i te i kalon dot, dhe je në një moshë që fillon në adoleshencës dhe që të drejtohet. 18 vjeç themi për lejen e drejtimit të makinave. Ne kemi vendosur në ligj 30, 18 dhe 21 nuk duhet marrësh makinë me fuqi të madhe. Pikërisht për këtë arsye, pra krijohet ndërgjegja dhe ti kur ti je në rrugë, ti je i ndërgjegjshëm për çdo gjë që bën. Tani, për pjesën e monopatinave, sepse kam përshtypjen që ndër këto vite mund të ketë qenë ndërmjetet më të shitura, më fitimprurse, dhe këtu brenda që tregtohen. Çfarë i sugjeroni instancave përkatëse për të marrë menjëherë si mas? Unë kam thënë që... Mos presim aksidentet e radhës. Unë kam thënë që monopatina duhet jenë në rrugë, nëse ky mjet duhet të homologohet në bazë të kodit rrugor të Republikës Shqipërisë. Dhe homologimi fillon që me letrat. Një importus, i cili do të bjeri një mall që lëviz me shpejtësi, pra ka energji kinetike... Në një rrugë ku lëviz edhe makina dhe bicikleta dhe mjeti tjetër? Ka energji kinetike e cila vret, pra energjia vret. Tashti jemi në një situatë tillë. Para se sa të importohen, duhet të paraqiten pranë organeve, siç është Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, enti i posaçëm shtetëror që merret me këtë punë, të studiojnë karakteristika teknike, në cilin grup të mjeteve duhet vendosen në kodin rrugor. Dhe ashtu siç ka rregulla për çdo lloj mjeti që është në lëvizje, duhet këtë dhe këto të detajuara. Dhe këtu kam parasysh që nga futja në qarkullimin në Shqipëri, kush duhet i përdori, mosha dhe për shembull pajisjet që duhet të jenë shtesë. Sepse kask mund të mbaj, duhet të mbaj dhe biciklisti, e cila është e posaçme. Po ky duhet ta ketë me karakteristika të tjera, ndoshta jo si ai që përdor motor me 1000 kubik, por duhet të ketë një kask e cila në çdo lloj rasti të mbrojë. Po, në rast përplasje apo në çdo lloj rasti. Pikërisht në humbjet e ekuilibrit. Këto janë më të vështira për sa i takon përdorimit. Shikon, për të thënë të vërtetën, diku nga 2022-2023 e provova në Vjenë, sepse dhe më shumë të provoja, domethënë, unë kam leje drejtimit të motormjetit prej 45 vjetësh, dhe për ta provuar. Nuk ishte shumë i vështirë për një njeri që di bicikletën, mund të ngasi motormjetin, po problemi atij është se mënyra e ndalimit nuk është aq e kollajt, dhe dyta, rrugët ku do të eci, sa do t'i japi atë gazin dhe si duhet ta frenojmë. Po gjitha këto duhet mësohen në një lloj shkolle, po themi,
Se nuk po them që t'jetë kurs, ashtu si që është për automjetin. Por ama, minimalisht një duhet kesh një urit e para, për kodin rrugor, për sjellje në rrugë. Një fëmijë 9 vjeç dhe 11 nuk di më, nuk e di. Jashtë si kanë rregulluar këtë? Përsa i përket marrëdhënieve me shtetet e tjera, aty ka pas për shembull para 2 vjetësh Parisi i ndaloi, Vjena i ndaloi, kanë filluar të rilëvizin prap, por jam i sigurt që kjo është shoqëruar me masa ligjore. E kanë përfshirë në kuadrin ligjor? Duhet jetë përfshirë në kuadrin ligjor, unë nuk jam marrë specifikisht me të, ndoshta për një moment tjetër mund ta diskutojnë, po përderisa janë rifutur, kanë vendosur dhe disa rregulla bazë. Për shembull, ashtu siç ka semafor për biçikletat në Gjermani, në disa qytete që janë karakteristikë të biçikletave, dhe për këta duhet ketë, domethënë, mënyra të ndryshme të vendosjes sinjalistikës për t'i vënë, po themi, në një kuadër se ku duhet lëvizin, si duhet lëvizin e tjera. Absolutisht. Tani në sezonin e verës, besoj se do t'jetë një mënyrë më e vështirë për të menaxhuar automjetet që vinë nga jashtë, emigrantëve, të turistëve, bëhet një kas, ne të gjithë jemi të pranishëm për të parë atë kaosin, sidomos në fundjavë, po ashtu edhe aksidente. Do të jetë një verë aksidentesh sërish si mendohet? Shiko, unë uroj që të mos jetë, sepse askush nuk e do aksidentin, po problemin e kemi se shtimi i mjeteve në njësinë e kohës, natyrisht që rritë trafikun një rreth parë, i cili është bërë problematik në disa akse, dhe këtu do të përmendja me shumë përgjegjësi hyrjen për në qytetin e Elbasanit, në zonën e Bradasheshit, deri në daljet e Elbasanit, po kështu dhe në drejtimin për në Rogozhin. Kemi disa rrethrotëllime të rëndësishme si rrethrotëllimi Rogozhinës ose nyjet në rrugën që shkojnë për në Fier, të cilat nga shtimi i numrit të mjeteve në njësinë e kohës rritet. Dhe kjo shoqërohet me një nervozizëm të drejtuesit të mjetit, sepse askush nuk ka qejf që të rrinë trafik. I cili del nga rruga në mënyrë. Dhe këtu pastaj duhet të kemi parasysh disa, domethënë, porosi kryesore. E para njëherë që të zgjedhim kohën kur të fillojmë lëvizjen. Sepse ndodh që vemi të gjithë në të njëjtën kohë. Po, duke menduar të gjithë njësoj, bëhemi bashkë. Jo, shiko, unë në Facebook para një jave nxora jo pa qëllim një qëndrim në rrugë, në Gjermani i thonë Stau, 20 kilometra në kufirin Salzburg për drejtim të Myniot. Ishte lajmi i pari atij momenti, sepse ishte edhe i fest. Pra, nuk duhet të trëmbemi nga super trafiku. Duhet të jemi shumë të qetë. Prandaj, për shembull, në Shqipëri nuk njihet ende sistemi gërshet, i cili zbatohet shumë. Marrim nyjen kur vemi nga autostrada për të vajtur në drejtim të Elbasanit, ku nga 2 kursi do të përfundojmë në 1. Ç'duhet të bëjmë? Gjithmonë është sistemi gërshet, një i djathtë, një i majt, një i djathtë, një i majt. Shumë shqiptar nuk e kuptojnë, sa më shumë duke ditur që duan të jenë gjithmonë të parët, dhe krijohet një lloj kaosi dhe ti ndërkohë thua pse ai më kaloi, bën dhe ti po themi të fortin, prandaj sa më të qetë jemi në drejtimin e mjetit, aq më mirë është e para. E dyta, unë do të thoshja që kur i kemi duhet të respektojmë sinjalistikën në mënyrë më korrekte. Kjo sinjalistikë nuk është e vendosur kot. Sidomos tabelat e kufizimit të shpejtësisë, atje ku janë vijat e pandërprerë të parakalimit, ne kemi një sjellje shumë agresive në rrugë. Dhe këtu çuditem tash dhe me shumë shqiptarë që vinë nga jashtë, të cilët janë të edukuar me një edukat rrugore me forma shumë të rrepta dhe strikte, dhe vinë këtu. Pra duhet heqim pak dorë nga jo, hajtë mos e jemi në Shqipëri dhe mund të bëjmë si duam. Këtu tash do ta lidh edhe me punën e policisë, e cila duhet të jetë shumë e rreptë, sepse nuk është vetëm menaxhimi nëpërmjet kamerave këto që neve do të na shtrëngojnë. Duhet jetë dhe policia në rrugë dhe të mos merret po themi me atë rregullimin vetëm të trafikut, po duhet merret dhe me këta kamikaz, sepse unë i quaj kamikaz. Siç pash unë dje, një parakalim 4 në rrugën e Elbasanit dhe në pika ku ka ndodhur me 10 aksidente rrugore dhe për të ardhur keq. A kishte prezencë policie në atë moment? Jo, natyrisht që s'kishte. Nuk kishte. Dhe është e veçanta se janë gjithmonë targat e dedikuara. 3 dysha, 3 tresha, 3 katra, 3 pesa, 3 gjasha, 3 shtata, 3 teta dhe 3 nënta. Po i përmenda jo pa qëllim të gjitha. Këto mjetet janë kryesorët, të cilët po i bëjnë këto veprime, sepse, ju ndoshta nuk e dini, po them, po ka një rregull që nuk të heqin më lejen e drejtimit tani. Je sigurt. Ky urdhri, po që më thatë dhe pak më herët. Mjafton të paguar 2 fishin e gjobës. Nuk tiqet patenta, që siç ka ekzistuar. Kjo është absurde.
Ky vendim i Drejtorisë Përgjithshme të Policisë duhet anulluar, kam 2 vjet që e kërkoj. Po pse ka ndryshuar? Thjesht për të marrë gjobat dhe neve mendojmë se i kemi edukuar me vjerën e gjobave. Jo. Nëse nuk të hiqet patenta, ky kamikaz vazhdon të jetë në rrugë, sepse ai që ka ato, që ka blerë të targë, kush di sa kushton, ai se ka problem që të paguajë dhe gjobën. Po çfarë janë këto targa që përmendët? Këto targa janë të dedikuara, pse nuk i keni parë në rrugë. I kam parë, po nuk e kuptoj çfarë targash janë. Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka gjetur një metodë shumë të mirë që të përfitojë dhe është një zgjidhje shumë e mirë, që kushdo që ka lek mund të vejë ta blejë targën dhe me çfarë të dojë. Pra ajo targë mund të kushtoj 2 milion lekë të vjetra, 3 milion lekë të vjetra, po mos u habit. Vetëm targa. Vetëm targa. Është dëshira e tij për ta pas dedikuar. Po kjo nuk shkon. Sepse këto i marrin ata që kanë, sepse unë nuk jam aq i pasur sa të bëj një targë. Se e blem targën, për çfarë do më shërbej ajo targë? Që ndryshe nga ato tjera. Ajo i shërben, po për të ndryshuar nga të tjera, pse se kupton? Është thjesht Kënaqësi personale. E targës së shtrenjtë. Bile erdhëm edhe në një temë që nuk ndoshta mund ta lëm për herë tjetër. Ishin 3-2-sha, 3-3-sha me radhë. Po pra pikërisht 4, 5, 6, 7, 8, 9, për të evidentuar dhe unë çuditërisht këto mjete i shikoj që bëjnë shkelje rrugore. Janë dhe burimi më i shkeljeve dhe i aksidenteve e tmerrshme. Po kjo pjesa e patentës, me çfarë shoqërohet tjetër? Pra, shkeljet që bëhen nga drejtuesit e automjeteve, pra çfarë ekziston, çfarë mase ndëshkuese ekziston sot? Pra, është gjoba, e cila është në 2 fishin e asaj normales, njëkohësisht dhe heqja e pikave nga lejet e drejtimit që kenë atë. Pra, thjesht hiqen pikët dhe jo patenta. Hiqen pikët, por nuk hiqet leja e drejtimit. Kjo tolerancë me leje është bërë dhe atyre që janë me leje e drejtimit huaja, por unë besoj dhe them që nuk është kjo zgjidhja për të edukuar drejtuesit e mjeteve. Edukimi duhet filloj shumë herët. Edukimi në fakt shumë vende kanë që në shkollë. Që në kopësht. Që në kopësht. A mendoni se ka ardhur koha që edhe në Shqipëri, në sistemin arsimor të përfshirë personalisht me shumë kolegë të tjerë dhe në shumë simpoziume që kemi bërë, kemi mbi 10 vjet që e kërkojmë 1 orë mësimin javë. Do të ishte e domosdoshme, sepse ne jemi ende shumë keq me edukatën e qarkullimit në rrugë. Dhe kulturën, dhe si këmbësor. Se edhe si këmbësor nuk është... Po masat që merren për këmbësorët? Filluan pak dhe si çdo gjë në Shqipëri që fillohet dhe harrohet. Nuk kam parë... Se duke mos patur këtë kulturën rrugore, si individ, si qytetar, edhe këmbësorët janë ata që shkaktojnë shumë aksidente. Të gjithë përdoruesit e rrugës janë shkaktar. Për momentin, po them, janë drejtuesit e mjeteve se kanë një edukim ekstra duke marrë lejen e drejtimit. Dhe prandaj nuk më vjen mirë që nuk i zbatojnë, sepse në autoshkollë të paktën rregullat bazike kanë mësuar. Po unë do të them një hollësi për shkak se ti je vetë në rrugë. Shikoj, sa ndezin sinjalet që lëvizin nga e majta të djathtë ose në sjelltas. Mbi 90% shqiptarëve si përdorin. Absolutisht. Kaq. Sinjalistika, pastaj problematik tjetër. Ndërkohë, mund të më thoni, zoti Hasho, se cilat janë rrugët më problematike si burim aksidentesh? Po, ne kemi disa rrugë që janë problematike dhe unë këto do të përfshija rrugën nga Lezhë në Shkodër, me rrezikshmëri, nga Miloti deri në Lezhë, është rrugë, sepse kanë disa karakteristika të cilat e rrisin atë premisën për aksident rrugor, pavarësisht se sinjalistika është përforcuar të pak të 5-6 herë. Pra kemi përforcim të sinjalistikës, përforcim të sinjalistikës të dedikuar dhe prapë ka ndodhur aksidente, sepse nuk e zbatojnë një. Kemi rrugën nga Rogozhina për në Bradashesh, kemi rrugën natyrisht nga Elbasani, që kur shikojmë kur mbaroi rrugë e re, deri në Qafan, ndërsa në rrugët e mira që po them për shembull është Qafan Pogradec, shumë e mirë, po Pogradec Korç është po ashtu e rrezikshme. Domthonjë janë disa rrugë të cilat kanë këtë rrezikshmëri. Dhe ata që qarkullojnë, nëse i dëgjojnë, duhet të kenë kujdes për shpejtësinë dhe... Po të rrisin kujdesin, do me thënë, ne do të kemi minimumin e aksidenteve rrugore. Rikthehemi me zotin Hasho në bisedën tonë. A mund të pyes nëse mund ta krahasojmë gjininë femërore dhe gjininë mashkullore në timon? Vazhdojnë të jenë Jo, tani më janë një lloj, nuk ka asnjë lloj dallimi, sepse kemi edhe shumë femra të cilat janë shumë agresive. Një këshill për vajzat në përgjithësi do të thoshja që kurin të paktën të Tiranë Durrës, interurbane kryesore, mos të zënë atë korsinë e majt dhe të mos lëvizin nga ajo për asnjë lloj arsye, sepse nga mbrapa mund të vinë ata me Range Rover dhe në kompani që vinë me shpejtësi shumë të madhe dhe mund të na ndodhin aksidente siç ndodhin në ndomë. Të harojnë tualetin në makinë,
do t'ishte shumë mirë. Videot, live, se kemi parë video që qarkullojnë në rrjetet sociale. Kjo është bërë një sëmundje, bile, ka ca video të cilat janë me të vërtet shqetësuese duke dalë në karexhatën tjetër në të kundër të lëvizjes së mjeteve dhe më erdhi keq sepse ishte një vajzë që kam parë para një jave, një video në YouTube, që ishte tronditëse. Për mua nuk ka rëndësi sa do gjobitet ose mund të hiqet leje drejtimit. Ai është një veprim aventuresk, është vetvrasje. Është vetvrasje, sepse nuk mund t'i them dot emër tjetër. Dhe ose heqja e takave, ato mund t'i mbash me vetë, këpus me taka, sepse nuk e kuptojnë problematikën që mund të ndodhi ke ato tapetet që kemi poshtë ose tek ato gominat. Ndërkohë, kemi dhe shumë raste... Takat jo në timon. Absolutisht. Edhe celulari dihet që duhet mbajt sa më larg, dhe problemi tjetër, po them, ka një lloj agresiviteti kur dje për shumë një rast, duke ecur normal për në fier, pas që problem duke zbatuar dhe atë, një forestrat e drejtuar nga një zonjë me një shpejtësi të pa konceptueshme, sepse dhe rruga që e bosh nuk ishte në një arsye. Dhe ndërkohë, zakonisht duke përfituar dhe nga profesioni, shkoj dhe gjeta një moment që ullë shpejtësia dhe i parakalova dhe ja bëra me një lëshej, ecë pak më nga dalë, se s'kem se ecë shpejt, dhe çuditërisht ndeti shumë brapa. Pra, kjo lloj këshille në thonjza, që unë i dhash, ndoshta më ka fiksuar, se mund të them tjetër, nga që flasim në media, por nuk është ky. Ne vetë nuk duhet të ecim aq shpejt. Është vetë ndërgjegjësimi i cilit. Unë kam bërë shumë herë prova. Sa do shpejt që të ecësh. Ka një shpejtësi të përcaktuar, të cilën mund ta gjeni në çdo lloj sajti, se sa do të veni në kohë. Për shembull nga Tirana në Vlorë, me çfarë do lloj shpejtësie të vesh në një kohë normale, ti nuk vetë dot më shpejt se 2 orë. Po themi maksimale. Pra do vesh 2 orë në çerek, 2 orë 20 minuta. Më thoni në këtë 15-20 minuta. Çfarë fituam? Asnjë. Përveç se fituam sigurinë, që do të shkojmë në destinacion, do mbarojmë punët tona dhe do të jemi të qetë për mua. Dhe e kundërta mund të bëhemi burim aksidenti për tjerët për vetëm. Dhe kundërta do me rasti shpejtësia, parakalimet e gabuara. Kemi haruar dhe kryesorën përdorimi alkoolit, sidomos në verë. Janë disa manorva, sidomos tani në verë përdorimi alkoolit është në mas. Sepse janë 2 të këqija bashkë, por do të kemi parasysh dhe përdorimi i narkotikëve të rinjt, që është bërë shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm, ka shumë raste veprimesh të cilat kanë dalë më vonë, pasi janë bërë dhe provat, edhe që kanë dalë me përdorim narkotikësh, që është në qarkullim rrugor. Çfarë ndodh me një individ që ka konsumuar alkool ose lëndë narkotike dhe është në timon? Pra ai nuk e ndjen shpejtësinë, zoti Hasha, por dy herë më në thellësi. Ai jo vetëm që nuk ndjen shpejtësinë, po ai krijon një gjendje deliri të tillë sa i duket sikur rruga është boshtë, nuk ka asnjë lloj. Merr një lloj kënaqësie, adrenaline. Vetë kënaqësie bile humbasi shumë veti dhe karakteristike fizike të njeriut që ka, bile deri tek edhe tkurja e muskujve që nuk veprojnë në kohën e duhur. Për shembull, një që ka përdor alkool, nëse reagimi psikoteknik që i themi ne, zakonisht 1 sekond, ke ata mund të shkojë 2 dhe 3 sekonda, në një kohë që ti me 100 km/h ke bërë distanca tilla sa nuk e ke iden se ku po shkon. Edhe pjesa e mosndjeshmërisë së mujsave për të marrë masën dhe për të frenuar. Janë gjitha njëra pas tjetrës. Dhe që ndikojnë drejt për drejti në aksidentet rrugore. Doja të pyesja edhe pak për automjetet të cilat kanë edhe gazin edhe benzinën. A janë të rrezikshme për përdorim në rrugë të gjata apo në temperatura të larta siç janë tani në verë? Shiko, në qoftë se aparati i gazit është i vendosur në bazë të gjitha rregullave teknike, ose është i montuar që në fabrik, ose është i vendosur nga serviset të specializuar. Nuk paraqet asnjë rrezik. Pra duhet të jemi shumë të sigurt që ky mjet që ka marrë dhe certifikimin është i sigurt. Problematika e djegjes së mjeteve nuk është tek këto mjete. Për mendimin tim profesional janë 2 faktorë. E para njerë janë kontrolli që duhet bërë i marmitës në përgjithësi, ose që nga kolektori i shkarkimit të gazdrave dhe deri në dalje të marmitës. Nëse ka blokimet të tyre, që të japin një lloj shenje, dhe ti duhet shkosh në seris, këto bëjnë radhë të parë shkak për djegjen. Që kemi parë makina që djegjen, ndërkohë kemi dhe ndërhyrje që bëjnë në sistemin elektrik, për të gjitha arsyet, që nga vendosja e një lambe, e cila nuk është një lambe e prodhuar sipas standardeve, mund të krijojë një mas të tillë që mund të krijojë një çentil që aty mund të jetë nxehtë dhe
krijohet ajo flaka të cilën neve vetëm kur shikojmë që ka dalë tymi. Po gomat janë një burim, ose çfarë mund të themi në Më këtë? ke thënë gjën më të rëndësishme. Kjo duhet shton tamam në fund sepse është më e rëndësishme. Gomat e makinës janë 85-90% e makinës. Sa më të mirat jenë, aq më të sigurt jemi në qarkullim dhe ne duhet i kontrollojmë vazhdimisht, sepse gomat kanë një kohë përdorimi. Sa shpesh duhet ndruar gomat e një makine? Po shiko në varësi të... Sepse njerëzit dhe që i ndrojnë marrin ato të përdorura, se janë më të lira edhe gjejnë një... Duke, si që isha i prerë për monopatinat, jam i prerë nga pikpamja teknike dhe për këtë pjesë. Gomat e përdorura nuk duhet t'i rivendosim në makinë. Në radhë parë se nuk e dim çfarë gome kanë qenë, ku janë përdorur në çfarë kushtesh, dhe treta, neve rrezikojmë shumë veten tonë me këto gomat përdorura që vetëm. Minimalisht mund të bëhet një zëvendësim i të parave mbrapa ose anasjelltas në kufirin e 25-30.000 kilometrash. Por dhe këtë unë prap nuk e rekomandoj, sepse një njeri që përdor një mjet duhet të bëjë dhe një llogari. A më del për ta mbajtur mjetin apo jo? Dhe nëse në këtë llogari nuk vendosin gomat, kemi vënë një kryq shumë të madh mirëmbajtjes së mjetit. Çfarë mund të ndodh në rrugë? Po, nëse goma është e vjetër, është e vjetëruar, mund të çahet? Nuk po përmend raste për mos krijuar panik, po një gomë e parë, nëse pson një problem, rreziku është 100%. Një gomë e prasme për një drejtues mjeti edhe mund ta mbajnë në kontroll. Po gomat duhen zëvendësuar brenda kohës së lejuar të tyre dhe kjo në bazë të prodhuesit, sepse kanë goma që mund ndrohen në 40.000, në 50.000, po maksimumi duhet jetë 60.000 kilometra dhe në varësi të rrugëve që bëjmë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Qartë. Unë ju falenderoj shumë për gjitha këshillat që ndam sot.